Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim një byrek shumë të shijshëm, por edhe shumë të thjeshtë, është metodë për fillestar. Byreku në këtë mënyrë bëhet shumë i shkrifët, madje dhe zonja që kanë kohë që bëjnë byrek mund ta provojnë këtë mënyrë dhe do e shohin që petët do të hapen një më një. Do të fillojmë nga puna, por para se të fillojmë nga puna, unë ju ftoj që nëse jeni të rinj në kanalin tim të bëni subscribe dhe të shtypni atë butonin e zilës dhe kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Do të fillojmë të bëjmë brumi i byrekut është shumë i thjeshtë, do na duhet 500 gram miell për petë është më i mirë, ose unë përdor një lloj tjetër mielli i cili është shumë i imët dhe bën byrekun shumë të mirë. E bëj edhe vetëm me krip, por sot do t'i shtoj rreth 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Do të shtojmë edhe një lugë çaj me krip dhe do të fillojmë të formojmë brumin me ujë ambienti. E bëj gjithmonë 250 deri 300 ml ujë derisa na formohet një brum elastik, jo ngjitës në përduar dhe jo shumë i fortë, por as shumë i butë. Tani brumin e kemi gati, do e ngjeshim mirë për rreth 5 minuta dhe pasi e kemi ngjeshur, do të formojmë një brum elastik, jo shumë të butë, as shumë të fortë, jo ngjitës në përduar. Do e mbulojmë, nuk ka nevojë të pushoj shumë, por ndërkohë që përgatisim mbushjen, do kenë kaluar rreth 10 minuta. Për mbushjen do na duhen 3 vezë, 3 gota me kos, kam shtuar vetëm një për momentin, do të shtoj edhe 2 të tjera. Gota e dytë e kosit dhe gota e tretë e kosit. Mua kjo lloj mbushje e byrekut më pëlqen jashtëzakonisht shumë, nuk i mbaruar akoma me shtimin e përbërësve të tjerë. Dhe tani do të shtojmë 100 apo 150 gram djath apo gjizë, kjo e plotson më shumë shijen. Do na e bëj byrekun akoma më të mirë. Nuk kemi mbaruar akoma me shtimin e përbërësve. Kemi dhe 1 ose 2 të tjerë. Pasi kemi trazuar mirë, unë shtoj edhe 2 lugë gjelle. Nisë shte, sepse nisë shteja nuk e lë kosin që të lëshoj hir dhe krijon në byrek një trajt kremoze shumë të lezetshme, e bën më të pëlqyeshëm kur konsumohet. Dhe gjithashtu 1 deri 2 lugë çaj krip, varësisht nëse keni përdorur gjizë apo djath, sepse djathi ka krip do më pak dhe gjiza nëse s'ka krip të doj më shumë krip. Do të shtoj akoma edhe pak gjalp të shkrisht, sepse gjalpi jep shumë shije dhe aromë. Këtu kam 80 gram gjalp, të cilin do e shkri. Pasi e kam shkrir gjalpin, një pjesë prej tij, 4-5 lugë gjelle, i kam bashkuar këtu me mbushjen dhe tani mbushjen e kemi gati. Jemi gati për të hapur byrekun, gjithashtu do të përgatisim dhe yndyrën për lyerje. Kemi pjesën e mbetur nga gjalpi i shkrir, do e bashkojmë me pak vaj. Gjalpin do e bashkojmë rreth 70 ml vaj dhe do e shohim sa do na duhet, por ky lloj byreku nuk kërkon shumë yndyrë. Edhe brumi e ka bërë kohën e pushimit. Është bërë goxha elastik, do e ndajmë brumin në 2 pjesë të barabarta. Pra, ky lloj byreku do doj thjesht 2 petë, me këto 2 peta ne do të bëjmë një lloj palosje shumë të lezetshme që ne do na formojë shtresat e byrekut që duam dhe do na bëjë një byrek super të shkrifët. Formojmë kulaç me secilin prej petave, me secilin pjesë të brumit, më falni. Secilën pjesë nga brumi do të hapim një petë të madhe, diku rreth 2 pëllëmb. Në fillim unë filloj e hap me këtë pecin e trash, sa për t'i dhënë pak formën dhe për ta shtypur më lehtë, pastaj me të hollin, po me këta keni ju më të lehtë. Madje ata që janë fillestar besoj se me pecin e trash arrin ta hapin më mirë.
Gjithmonë përkatni me nga pak. Nisë shtej që peta mos të ngjisi. Dhe tani unë po filloj të përdor këtë pecin e holl. Do e vazhdojmë duke hapur kështu rreth e rrotull. Derisa të bëjmë petën aq të madhe sa na duhet. Her pas herë, nëse shikoni që peta nuk po ju hapet mirë, përdorni edhe pecin e trash. Tani petën e kemi gati. Do e lyjmë komplet me yndyrën e përgatitur, por mos e teproni, thjesht një shtresë të hollë, nuk duhet që kur të bëjmë palosjen, na dalin yndyrë, thjesht krijohen shtresat. Ja e lyjmë kështu. Dhe tani do e spërkatim ku do me një seshte. Edhe me një seshte nuk e teprojmë. Dhe do të bëjmë palosjen një herë nga njëra anë, pastaj nga ana tjetër. Unë dojmë t'i japim këtë formën drejt këndore. Do e lyjmë edhe në mes me pak yndyrë nga ajo që përgatitëm. Ja ku jemi. Do të shtojmë edhe pak një seshte për të krijuar shtresat dhe do e palosim përsëri. Pak nga njëra anë, pak nga ana tjetër. E palosim dhe e mbyllim në mes. Tani si rregull duhet lëmë pushim 10 minuta, por unë kam përgatitur petën e parë dhe ne do fillim me hapjen e petës së parë. Ja dhe peta e parë. Kjo është peta e dytë. Ne fillim të hapim me një herë petën e parë, sepse ka bërë 10 minuta pushim dhe nuk kemi nevojë që të presim. Tepsin gati, për këto përmasa është e përshtatshme, tepsia e madhe e furrës, pra që ka masinë sa furra. Me hapjen e petës së parë do japim formë katrore, duke qenë se tepsinë e kemi katrore, por mund ta bëni edhe për një tepsi rrethore, thjesht pastaj palosni cepat. Kur të bëni byrekun që mos na ngjisi, her pas here, do spërkasim me pak një seshte. Dhe kështu do vazhdojmë të hapim një petë më të madhe se tepsia jonë. Petën e parë kemi gati dhe tani do e kalojmë në tepsi. Shikoni pak si ka dalë, jo shumë e trash, as shumë e hollë dhe pak më e madhe se diametri i tepsisë tonë. Ja dhe peta e parë me cepat që do mbulojnë tepsi. Njësoj do të veprim edhe me hapjen e petës 2, ndërkohë, nuk e di nëse ju thash, por unë e kam vendosur furrën që të ngrohet paraprakisht në 220 gradë me ventilim. Edhe petën e dytë e kemi gati, tani thjesht do të bëjmë mbushjen, mbylljen dhe gati për në forë. Kam shtuar mbushjen në mes dhe thjesht po e hap pak shumë luksa për ta shpërndar në mënyrë të barabartë. Tani të gjithë këtë pjesën anësore kështu të petës do vendosim mbi mbushje për të bërë kështu mbylljen e byrekut. Për ta parë më qartë, kështu duket byreku. Këto pjesët anësore tani të petës së sipërme do I fusim nga poshtë, mundoni që mos jetë shumë. Dhe do të bëjmë kështu mbylljen e byrekut.
ose mund ta bëni edhe në mënyra të tjera, por unë kam parë që kështu mbyllet më mirë ky lloj byreku të paktën dhe del më i lezetshëm. Dhe tani do lyejmë në sipërfaqe me pak nga yndyra që na ka mbetur. Mos e teproni me yndyrën sepse kemi dhe yndyrë në përshtresa. Dhe do i pjekim në 200-220 gradë Celsius. Tek shtresa e fundit, do me thënë aty ku s'ka më vend për të vendosur telin, do vendosim tepsinë e furrës dhe do e pjekim. Tani do presim vetëm të piqet. Ky pra ishte edhe byreku jon për sot. Jam e sigurt që një herë po ta provoni, nuk do e ndani nga rutina juaj sepse bëhet shumë lehtë, thjesht dhe shumë i shkrifët.